Panajiri rajonal I karrierës dhe punës organizuar nga Këshilli I Qarkut Shkodër këtë herë rrugtoi drejt Malësisë së Madhe. Organizatorët vendosën që këtë edicion ta sjellin më pranë të rinjve dhe punëkërkuesve të kësaj zone, me synimin për të zgjeruar mundësitë dhe aksesin në tregun e punës për të gjithë rajonin. Aktiviteti u organizua me mbështetjen e Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive dhe Universitetin Luiç Gurakuqi Shkodër në bashkëpunim me Bashkinë e Malësisë së Madhe, duke mbledhur institucione publike, kompani private, studentë, të rinj dhe punëkërkues. Ky panajër është rezultati bashkëpunimit ndërinstitucional mes Këshillit të Qarkut Shkodër, Bashkisë Malësie e Madhe, Agjencisë Kombëtare të Punësimit, si dhe Universitetit Luiç Gurakuqi. Ky është dëshmi se kur institucionet bëhen së bashku, krijohen mundësi reale për komunitetin. Sot, këtu në qendër të Malësisë së Madhe, keni mundësi të njiheni nga afër me bizneset që operojnë në tregun e Qarkut Shkodër e më gjerë, të zbuloni profilet më të kërkuara të punësimit, të përfitoni këshillim karriere, intervistat shpejta si dhe mundësi për internshipe dhe trajnime profesionale. Ne besojmë fort se rinia është motori kryesor I zhvillimit. Ndaj, ky panajër është konceptuar pikërisht për ju, që të gjeni dhe të krijoni rrugën tuaj profesionale, të ndërtoni të ardhmen tuaj këtu në vendin tonë, duke kontribuar në zhvillimin e komunitetit ku jetoni. Kërkoj nga ju ta shfrytëzoni maksimalisht këtë ditë. Flisni me bizneset, kërkoni informacion, aplikoni si dhe bëni pyetje. Mos hezitoni të bëni hapin tuaj të parë drejt një të ardhme të sigurt. Një falënderim veçantë dua t'u adresoj sipërmarrjeve pjesëmarrëse, të cilat me seriozitetin dhe përkushtimin e tyre po kthejnë këtë panajër në një platformë konkrete punësimi. Po ashtu, falenderoj partnerët tanë institucional për mbështetjen. Të dashur miq, panajiri I punës dhe karrierës 2025 është një mesazh I qartë. E ardhmja nis këtu. Le ta shfrytëzojmë këtë mundësi dhe të ndërtojmë së bashku një të ardhme më të mirë për rinin në gjithë qarkun e Shkodrës. Institucionet publike, sigurisht nëpërmjet bashkëpunimit që ka ekzistuar tashmë, qoftë në nivel vendor, qoftë edhe në nivel qendror, por edhe nëpërmjet përshtatjes politikave me atë çka tregu I punës sot kërkon, duhet që ta intensifikojnë rolin e tyre që kanë pikërisht në ofrimin e praktikave të financuara të punës pas mbarimit të studimeve. Unë du të falenderoj organizatorët, kryetarin e Qarkut, që u zgjodh Malësia e Madhe për ta realizuar këtë aktivitet, panajërinë e punës, hera e parë që në Malësi të Madhe bëhet një aktivitet I tillë. Këtu sot në këtë panajër janë jo pak, janë 25 biznese të Malësisë Madhe, pa llogarit pjesën tjetër që janë nga Shkodra, nga zonat të tjera të Qarkut, që punojnë me cilësi shumë të lartë. Një panajër I tillë po shkon drejt konsolidimit të një tradite, e cila këtë vit risinë ka se zhvendoset nga Bashkia e Shkodrës në Bashkinë e Malësisë së Madhe dhe fakti që do të ndjek këtë trajektore që do kaloj në vitet në vijim edhe në bashkitë të tjera të territorit të Qarkut Shkodër është vërtet për t'u vlerësuar. Pse e them këtë? E them këtë sepse duhet të jetë universiteti, duhet të jetë Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive, duhet të jenë pushtetet vendore, pushtetet lokale, të cilat duhet të shkojnë pranë bizneseve, duhet të shkojnë pranë kompanive, duhet të shkojnë pranë të rive, t'i krijojnë mundësinë atyre që të kenë akses të drejt për drejt dhe kontaktet e drejt për drejta, intervistat apo takimet si këto të sotmet absolutisht janë në dobi të rive, të cilët janë gjithnjë në kërkim të një vendi të punës, mi bazën një konkurrence të lirë, të hapur dhe të ndershme. Prezantojnë dhe bashkëlidhin dijet universitare me tregun e punës, gjë që është shumë e rëndësishme për të patur një punësim korrekt dhe për të zhvilluar karrierën në të ardhmen për gjithë secilin. Qarku I Shkodrës ka pas 50 fitues në grantin e vetë punësimit, një shifër rekord, asnjëherë e madh. Janë 50 persona të cilët do hapin biznese brenda 10 ditëve, janë fitues në grant. Kjo tregon edhe shpirtin e sipërmarrjes që kanë të rinjt tanë, pasi shumica dërmuese e tyre janë nën 35 vjeç dhe kemi ndërta 21 persona që janë aplikues garancisë rinore, pra janë të moshës nën 29 vjeç. Të rinjt këtu e zhvillojnë karrierën e tyre, lidhin kontrata, prezantohen
dhe prezantojnë veten e tyre se çfarë mund bëjnë për të çuar përpara biznesin dhe zhvillimin ekonomik të qarkut tonë. Gjatë panajirit pjesëmarrësit patën mundësi të zhvillonin takime të drejtpërdrejta me punëdhënës, të njiheshin me ofertat e vendeve të lira të punës, programet e praktikave profesionale dhe trajnimet e disponueshme. Gjithashtu panajiri u shndërua një hapësirë bashkëpunimi ku u shkëmbye informacion dhe u krijuan partneritete të reja në funksion të zhvillimit ekonomik e social të qarkut.